Agni, sot kemi zgjidhur pak me prek sportin, në këtë rast sportin ekstrem, e që është paraglajdi. Duhet me përmend që kemi aq shumë sportistë të dalluar në vend, domos edhe në këtë sport ekstrem, që aq sa na kanë bërë dhe krenar edhe herën e fundit, tashmë që ka qenë edhe kampionati botror i paraglidit, kanë arritur që pilotët tonë të jenë të renditur në mesin e 20 më të mirëve. Prandaj kemi Fanol Shalën nga klubi aeronautik shqiponjët e Kastriotit për të nda përvojën e tyre e njëkohësisht edhe për të përmend të tjerët pilotë që kanë qenë pjesë e kësaj gare, secili me renditje veç e veç, para se ta përshëndes Fanolin, veç po i tregoj të paktën këto 3 renditje të cilat veç e kam informacionin. Fanol Shala, pra që do t'jetë tashme ne, është i renditur i 9, pra në top 10 pilotët më të mirë në botë. Pasaj është Migjen Shala, që është rendit në vendin e 13. Lisjeta tha që në kategorinë e femrave është rendit e 3 në botë. Ndërka që Leila Boshnjaku ishte vetme gjyqtare nga Kosova në këtë kampionat botror. Tash të flasim bashkë me Fanolin dhe të kuptojmë se si janë ndje pas kësaj performancë të mirë në këtë sport ekstrem që është paraglajdi e që pak ndoshta kemi guximin me provu. Fanol, mirëmëngjesi dhe faleminderit shumë që je sot pjesë e jona. Mirëmëngjesi, kënaqësi që jem pjesë e televizionit dhe të ndajmë këto të mirat sportit me gjithë teleshikuesit tuaj. Kënaqësi dhe për neve dhe për gëzime njëkohësisht, sepse pash që keni një renditje të mirë, me qenë në mesin 20 pilotëve më të mirë në botë, nuk është edhe e lehtë, besoj që ka kërkuar shumë mund, stërvitje gjitha me radhë, po hajtë flasim pak fillimisht për këtë eksperiencë që e patët pra në kampionatin botror të paraglidit. Sigurisht kjo garë do të është niveli më i lartë i garave që mbahet në botë, do të thotë kategoria 1, dhe ne morëm pjesë me 7 pilotë gjithsejt, 5 për vënën e ekipin e Kosovës, ndërsa 2 tjerë ishin individual. Puna dhe përkushtimi jonë arriti që Kosovën të sjellë në vendin e 3 nga 39 shtete pjesëmarrëse që ishin në këtë kampionat. Dhe po ashtu rezultatet individuale nuk munguan. Pilotët që morën pjesë ishin edhe Veton Svilaj dhe Eduard Daci që ishin pjesë e ekipit, ndërsa individual po ashtu morën pjesë edhe Almir Gubetini dhe Gzim Satosi. Pjesëmarrës me neve gjithashtu e kishim edhe kryetarën e Federatës Avni Kuçi, cilën e përshëndes nga këtu. Puna jonë shumë e madhe që u bë gjatë kohës para përgatitore për këtë garë, e dëshmoj edhe atje se na nuk kemi shku vetëm për pjesëmarrje, po ishim një konkurrent e fortë me vende tjera, dhe arritëm atë që arritëm, do të thotë Kosovën e sjellëm në vendin e 3 në botë, ndërsa rezultatet individuale janë ato që edhe ju i thatë, që ndoshta ne kemi prit ende akoma më shumë, po edhe kjo është një pjesë të arrish këtë rezultat në mesin e 140 pilotëve më të mirë në botë. Kjo është një diçka shumë e madhe për neve dhe për vendin edhe për gjithë sportin tonë që ne përfaqësojmë. Pikërisht kjo edhe është kjo renditje kaq e kënaqshme realisht Fanol, po du të di pak sa i përket mbështetjes që merrni prej vendit, sepse nuk jeni vetëm sportist të një sporti ekstrem që shkoni në përgara të tilla, po është përfaqësimi i vendit, përfaqësimi i Kosovës. Keni mbështetje si sport ekstrem nga këtu, çka merrni prej shtetit? E mira është që tani veç se kam filluar, mbështetjet e para unë i kam pas prej komunës time, komunës Obiliqit Kavi dhe kryetarit që kemi aktual, dhe në kuadër të kësaj mbas pikëve që marrim na prej sukseseve që vinë prej garave të ndryshme, do të thotë edhe marrim disa pikë që ato na kthehen në mbështetje nga Ministria për Kulturë dhe Sport përmes Federatës Aeronautike të Kosovës, me krahasu me vitet që ishin në të kalumen, do të thotë kemi pas vështirësi shumë të mëdha si në pajisje, të vjetrume, si në buxhet. Tash e shoh një përkrahje shumë më të madhe, edhe kjo ka bën që na edhe me punu edhe më fort, do të thotë pa e lënë keq ndoshta edhe familjen, se në shumë raste shumë sportistë ka që edhe kanë lënë keq familjen për me mujt me bënë arritje dikun në sportin e tyre. Cilat janë kriteret Fanol për me u rendit në këtë listë, pse jo ti je edhe piloti më i mirë në botë, ndoshta për sportistët e tjerë që kanë arrit në këto gara të kualifikohen si të tillë, sepse ne ndoshta në këtë fushën tonë pak më amater jemi në aspektin e sportit paraglidit, e po dojmë pak me ditë çka kërkohet për me qenë në një renditje kaq të lartë, cilat janë kriteret? Po, duhet përkushtim shumë i madh për me arrit me rri nivelet
ku kemi arrit ne tash. Unë kam arrit me qenë deri në vendin e 4 në botë në renditjen e përgjithshme. Sigurisht edhe me gjeni tash për momentin në renditjen e përgjithshme 2 pilota veç se jemi të renditur në top 10, unë edhe me gjen Shala. Edhe kemi 2 vajzat që po tregohen shumë të afta në këtë disiplinë, që është Lesieta Thaçi për momentin në gjinin femrore prej 310 femrave që janë gjithsej në botë, është e renditën e 6 në botë, po ashtu edhe Anisa Shala që është e 10 për momentin në kategorinë e femrave, në renditjen e përgjithshme të këtyre garave. Krahas aspektit fizik, ushtrimeve që vazhdimisht i bëni, besoj që ajo mendorja ka edhe një rol shumë të madh. Do të tash për juve pak më e lehtë është se sa për dikën që nis prej fillimit, po si shkojnë këto paralel me njëra tjetrën? Po them që kanë një lidhshmëri shumë të madhe, sidomos kur hyn në këto gara të nivelit kaq të lartë, pjesa psiqike ka rëndësi shumë të veçantë, se ti mundesh me servit tepër, por në një moment dekoncentrimi aty ka mundësi me hup se luhet me centimetra dhe prekja zakonisht bëhet me kam, dhe nëse ti vetë të devijon prej asaj psiqikësh, shumë letë të hupe dhe krejtë stërvitjen që e ke bënë, është ta krejtë vitin që e përgatit për një garë caktuna. E qartë, sa i përket tereneve të në Kosovë, që shi kemi për me ushtru për Paraglajt, edhe bojnë ndonjë diferencë ndoshta prej vendeve të jashtme? Moj me tha që kemi për terene më të mira, normal që s'kem deti, mirë po jenë terene që zakonisht bëhen ushtrime në terene të vështira, edhe kushtet. Në cilat zona zakonisht? Zakonisht Golesh është për vendeve më të mira, Harilaçe, që na i përdorëm, janë vende më të ulta dhe na përshtatën neve për me mujt mi kry stërvitjet që na nevojitën, ndërsa për fluturime më të gjata, sigurisht që kemi Pejen, Istovën, Svarekin, Prizrenin dhe vendet tjera, që janë për vendeve shumë të mira për fluturime. A pa ndonjë pilot që ja kishit frikën kushtimisht me qujt ashtu pak ma tepër për shkak ndoshta edhe të përvojës ose të paraqitive për gara të ndryshme, nuk po ditë si renditën, do me thonë si shtete me ato arritjet që i kanë në botë? Në fakt frikën jo, po kem shku për me konkuru me ta, edhe ata na llogaritin si konkurent fort, është Kina ajo që po prin me gjitha garat, edhe çmimet tona janë aty, se zakonisht na kenë qef me ushtrime të fortit, edhe ato mirë po stërvitje kanë ma shumë se na, dhe ajo po i bën ata që janë më të mirë, për ndryshe ne jem të përgatitur që edhe me ta me garu në çdo moment. Tash e kemi vitin e ardhshëm, kemi kampionatin evropian, që nuk do të kemi punë me pjesën aziatike, mirë po ne po përgatitemi sa më shumë që edhe ato shtete që na kanë me të para, Gjermania dhe Kina, edhe ato të dalim në vendin e parë, sigurisht. Sa të jenë qëllimet tona. Po, ka ndonjë garë tash tjetër fanol që është e planifikuar me u mbajt, përveç asaj që përmende për vitin e ardhshëm, ose në Kosovë nuk e di nëse veç arrin me u bë të tilla, ndoshta pak për shkak të kushteve, për shkak të mundësive si ka ky sport. Po, në fakt është viti 9 që unë organizoj Kastrioti Open, vitin e kaluar kam pas 14 shtete pjesëmarrëse. Dhe unë po shpresoj që vitin që do të vjen viti 2026 në maj kam mbajt garë ndërkombëtare, që është Kastrioti Open, vitin e 10 të mbajtjes saj, dhe unë shpresoj shumë që kanë me marrë pjesë fëmijë 20 shtete. Garat tash këtë vit do të thotë veç që kemi mbylljen e kampionatit kombëtar, që është edicioni 14, dhe kemi edhe 2 seri, 5 seri janë mbajt, kam mbajt edhe Korça, edhe në fund është finalja e kampionatit kombëtar që do të mbahet në Prishtinë në dhjetor. Urojmë që ka me shku sa më mirë, edhe gjithmonë ju presim me rezultatet të tilla edhe në studiet mëngjesit. Këto kënaqësi me bisedu. Unë e di që shikuesit ndoshta veç e kam parasysh tashmë që edhe në përfestat tona shtetërore, kombëtare, juve ju shohin gjithmonë duke bë Paraglajt në qiellin e hapur të Kosovës, se besoj që kjo është ndoshta ndjenja më e mirë që mundeni me pas si eksperiencë. Ma mërmendja kështu e përshkruani. Patjetër, ju falenderoj edhe juve dhe gjithë teleshikuesit tuaj, edhe i përshëndet gjithë ata që na kanë qëndruar afër në çdo moment në këtë rrugtim tonin, tu ju përfshi edhe juve si media, se do të jeni ka një shtytje shumë e fortë për neve në çdo hap që kemi kaluar. Gjithmonë kënaqësi, faleminderit shumë edhe ditë mbar. Hajde gjithë mirë edhe ju. Gjithashtu.